Një qen vlonjat, madje e ndacak, tani e tutje për të paktën 8 muaj radhazi, do të marrë pagë prej 260 eurosh në muaj. Ky është projekti më i fundit, i nisur dhe bitisur nga Bashkia Vlorë, e cila parashikon ngritjen e përkohshme të një strehëze për kafshët e ndacake. Plot 26 milion lekë të reja janë parashikuar për ngritjen e 100 kafazëve për qen, punësimin e 6 personave që do të marrin mbi 1700 euro muaji, makinë, kompjutera dhe site sterilizuese. Gjithçka me urgjencë, pasi në nisje të sezonit turistik, pushuesit nuk duhet të shohin tufa qensh të braktisur, të cilët bëhen shpesh agresiv në kohë ndërzimi. Çështja e imazhit është shumë e rëndësishme. Dukja vlen më tepër se sa thelbi dhe shpesh kryeministri është parë të bëjë mbledhje të vazhdueshme në Bregdetin e Jugut, ku kërkon punë konkrete nga drejtuesit lokal. Edhe Bashkia Kukës kishte një plan konkret për ngritjen e strehëzave për qen, por fati i keq i qenëve të Kukësit që kryetari i tyre po në hartim të këtij projekti madhor, ra në burg pasi nuk u përmbajt para epshit seksual që u mbyll me një komunikim oral, siç i ka hije pushtetit. Një prej këtyre punëve serioze është skreha e përkohshme e qenëve, ku do të përfitojnë asistencë mjekësore, kapje me lak special, transport si personalitete me makinë të përzgjedhura, ku nga zëri i shpenzimeve është parashikuar mbi 18.000 euro dhe një jetë me kushte moderne. Të paktën ky është projekti i fryrë i cili ka sjellë reagime në qytet, por vetëm në formë memesh. Kur një pensionist përfiton mesatarisht 170.000 lekë të vjetra në muaj, Bashkia Vlorë ofron 260 euro muaj, ndonse kosto e ushqimit të tij, madje të gatshëm dhe konservuar, nuk u kalon më shumë se 1.3 euro në ditë. Megjithatë, kostot justifikojnë mbajtjen e të tjerëve të punësuar që duhet të kenë mik të fortë, e madje me eksperiencë në patronazh për të kapur 1 nga 6 vendet e punës me pagë mbi 1.700 euro.